Burime brenda sistemit doganor dhe ish punonjës të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara kanë bërë me dije për pamfletin skemën e përdorur nga Urithi Erion Riçku, sot drejtori i doganës së Tiranës, por më parë shefi i shërbimeve mbështetëse de facto zëvendës drejtori i përgjithshëm në Agjencinë e Pasurive të Sekuestruara për të vjedhur miliona euro duke shfrytzuar detyrën dhe duke ndërthurur interesin privat me atë publik. Fakti është ky, Erion Riçku është sot drejtori i doganës së Tiranës. Në të njëjtën kohë, nga të dhënat e regjistrit tregtar, ai rezulton ortak me 15% në shoqërinë Risku SHPK me NIPT K 47116701A. Kjo shoqëri ka si objekt të aktiviteti import-eksportin, tregtimin e materialeve të ndërtimit, pajisjeve elektrike, artikujve ushqimor, automjeteve e karburanteve, pra pikërisht ato mallra që kalojnë çdo ditë nga dogana ku ai është drejtor. Riçku, duke qenë ortak në një firmë që merret me import, ndërkohë që mban pozicionin më të lartë në doganën e Tiranës, krijon një ndërthurje të qartë të interesit privat me detyrën publike. Kjo përbën konflikt interesit, paktën në formë potenciale, sipas ligjit nr. 9367/2005 për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike, por askush nuk e ka hetuar deri më sot. Më keq akoma, sipas urdhrit të Ministrit të Financave nr. 251 datë 7/11/2022, çdo drejtues i degëve doganore duhet pajiset me certifikat sigurie CSP niveli sekret. Megjithatë, burimet tregojnë se emërimet në doganat kryesore Tiranë, Durrës, Kakavi janë bërë pas një konkurs, as edhe formal sa për letra, edhe pas një kriter profesional apo sigurie. Janë vendosur në detyrë njerëz për arsye klienteliste dhe përfitime financiare. Qëllimi i tyre është vetëm të rulëzojë kontrabanda, të lehtësohet kalimi i mallrave kineze, furgonëve me mallra nga Anglia, telefonave celulare, gomave të përdorura, të cilat kalojnë pa kontroll ditë e natë. Vendet e punës në dogan janë kthyer në një pazar ku emërimet dhe qëndrimi në detyrë lidhen me pagesa, gjoba favore dhe bindje politike. Dhe në qendër të këtij pazari është Urithi Erion Riçku, i përfolur për korrupsion, shfrytëzim të zyrave të shtetit për interesa private dhe mbushje xhepash. Por aferat e Riçkut nuk nisin nga dogana, ato vijnë nga një kohë e mëparshme kur ai ishte brenda Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara dhe atje lista është e gjatë. Afera 1, rasti Luan Spahiu, trafikanti i kokainës me 58 pasuri që avulluan. Gjykata e krimeve të rënda urdhëroi 2 administratorët, Arjan Baçi dhe Erion Riçku, të Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara të bllokojnë 58 pasuri të paluajtshme dhe të gjitha llogaritë bankare në emër të Luan Spahiut, babait të tij Hamid, 2 fëmijëve Fabian dhe Luiza, dhe bashkëshortes kolumbiane Sandra Patricia Spahiu. Luan Spahiu, trafikant kokaine i dënuar nga gjykata gjermane e Freiburgut me 5 vite burg, ishte shndërruar në biznesmen ndërtimi në Shqipëri. Por pavarësisht sekuestros vendosur në zyrën e hipotekës Tiranë, rezulton se pjesa dërmuese e këtyre pasurive ishin tjetërsuar tashmë, ato ishin shitur tek persona të tjerë. Pyetja që hedh pamfleti është e thjeshtë: a e zbatuan Riçku dhe Baçi me kohë urdhrin e bllokimit, apo vonesa ishte e qëllimshme për t'i dhënë kohë trafikantit të kokainës të shpëtonte pasuritë? Vlera totale e pronave të sekuestruara të Spahiut arrinte në rreth 10 milionë euro. Ky rast tregon se Riçku nuk ishte thjesht një administrator, ai administronte një portofol të gjerë pasurish të sekuestruara të trafikantëve ndërkombëtar. Afera 2, 46 milionë euro pasuri të sekuestruara në laprak që shteti nuk i preku. Batërdia e Erion Riçkut me grupin e tij në pasuritë e sekuestruara të një bande droge dhe të biznesmenëve mafioz në Tiranë. Mes tyre figuronin 46 milionë euro pasuri të sekuestruara në laprak me vendim nr. 768 datë 5/6/2015 të gjykatës së Tiranës nga 3 biznese. Por xhambazi Erion Riçku dhe grupi i tij nuk e zbatuan këtë vendim kundrejt përfitimeve. 46 milionë euro pasuri mbetën aty në administrim të bandave, ndërsa shteti nuk pa asnjë cent. Nëse ky fakt konfirmohet plotësisht, kemi të bëjmë me një dëshmi direkte se Riçku e përdorte pozicionin e tij për të mos zbatuar urdhra gjyqësor sekuestrimi, duke favorizuar bandat kriminale. Afera 3, zhdukja e 24 automjeteve të sekuestruara. Kontrolli i lartë i shtetit zbuloi se Riçku kishte zhdukur 24 automjete të sekuestruara gjatë kohës që ishte në detyrë pranë Agjencisë së Pasurive të Sekuestruara. Kjo gjetje e KLSH-s është serioze sepse automjetet e sekuestruara janë prova materiale në ruajtjen e shtetit. Zhdukja e tyre përbën potencialisht veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkatrimit të provave. Por mashtruesi Erion Riçku nuk u arrestua kurrë për këto 24 automjete. Afera 4, vjedhja e 3.3 milionë eurove nga qirat e pasurive. I njëjti raport i KLSH-s zbuloi se Riçku kishte vjedhur 3.3 milionë euro nga qirat e pasurive të sekuestruara. Kjo shumë është e veçantë, bëhet fjalë për qirat që agjencia merrte nga palët e treta për pasuritë në administrim. Riçku, si shef i shërbimeve mbështetëse, kontrollonte flukset financiare dhe raportimin. Ai deklaronte vetëm një pjesë të qirave dhe pjesën tjetër e kanalizonte në xhepin e tij. Dhe këtu hyn në lojë Luana Bazi, sekretari i përgjithshëm i prokurorisë së përgjithshme. Sipas burimeve Luana Bazi, gruaja e cilit, Lezea Bazi, ka studio ligjore që ka punuar për Riçkun, e ka shpëtuar disa herë Urithin nga burgu. Kur KLSH zbuloi vjedhjet, kur mediat shkruan për zhdukjen e 24 automjeteve,
bazi ndërhyri dhe procedimet penale ngecën. Erion Riçku nuk është thjesht një drejtor dogane, por nyja lidhse mes administratës, sekuestrimeve, doganës, biznesit privat dhe prokurorisë. Konflikti i tij interesit është i dukshëm. Aferat që rëndojnë janë të shumta: 58 pasuritë e Luan Spahiut, 46 milionë euro në Laprak, 24 automjetet e zhdukura, 3.3 milionë euro të qirave dhe gjithmonë në pazar me shefat e prokurorisë. Deri kur do të vazhdojë Erion Riçku të drejtojë doganën, ndërkohë që firma e tij importon mallra? Deri kur Spaku do të rriduar kryq ndërsa Luana Bazi e mbron atë? Në vijim do publikojmë evidenca për batërdin që po bën Erion Riçku me grupin e tij në doganën e Tiranës, për firmat e tij fantazm, për lidhjet me kontrabandistët dhe për mënyrën se si ka manipuluar certifikatat e sigurisë.